Dhe në këtë pjesë të dytë të emisionit do të flasim për alergjitë e stinës, simptomat që ka njerëzit ndaj alergjive të stinës, por gjithashtu edhe për mënyrën se si mund të trajtohen alergjitë e stinës. Këtë temë do ta flasim me mjekën alergologe Gjustina Loloqi, të cilën do ta kemi në një linjë direkte përmes Skype. Përshëndetje Gjustina. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit, si je ti? Mirë, faleminderit. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit ftesë në studio për të diskutuar në fakt një temë kaq të rëndësishme, pikërisht tash që afrohet që jemi në pranverë dhe afrohet edhe vera ku alergjitë mbase janë më të shumta. Faleminderit ju për ftesën. Gjustina, mund ta fillojmë me atë se çfarë janë alergjitë e stinës dhe pse ndodhin? Atëherë, alergjitë e stinës janë, le të themi, mbi reagime të trupit ton nga kontakti me një alergen që ai e konsideron si diçka kërcënuese për veten e vet. Le të themi që polenet, që janë tani të liruara në ajër, janë polenet e pemëve, polenet e barrave të shkurtra dhe polenet e shkurreve. Këto njihen nga trupi jon si disa grimca të rrezikshme për atë dhe trupi jon i sulmon ato duke krijuar një inflamacion dhe kjo sjell reagimin e tij në simptoma, siç janë rrjedhja e hundëve, bllokimi i hundëve, teshtimat në grup, kruarja e syve, kruarja e fytit. Këto konsiderohen simptomat alergjike të sezonit të poleneve. Cilat janë alergjitë më të zakonshme gjatë pranverës dhe verës? Për çfarë alergjish më shumë bëhet fjalë kur folim për alergjitë e pranverës dhe verës? Atëherë, konsiderohet diagnoza si riniti alergjik, kjo që sapo përmenda, që kap rrugët e sipërme të frymarrjes, pjesën e hundës, alergeni hyn nëpërmjet rrugëve të frymarrjes dhe porta e parhyrëse është hunda. Aty krijon inflamacionin në mukozën e hundës dhe reagon me simptomat e sipërpërmendura. Kjo është diagnoza më e shpeshtë gjatë periudhës së poleneve, por ka raste që pacientët kanë edhe probleme me rrugët e poshtme të frymarrjes, me vështirësi në frymarrje, me bllokim, kulçim të kraharorit dhe kjo është një diagnozë siç është astma bronkiale. Normalisht është më e rrallë pasi periudha e poleneve është e shkurtër dhe normalisht kontakti i trupit ton me polenet është më i pakët për të shkaktuar një patologji kaq të rëndësishme siç është astma bronkiale. Kush janë më të rrezikuar për sa i përket alergjive të stinës, qoftë edhe polenit, janë fëmijët apo të rriturit, apo nuk ka ndonjë moshë të caktuar, le të themi, për sa i përket alergjive? Në përgjithësi, alergjitë nuk favorizojnë një moshë të caktuar, por nëse fokusohemi te alergjitë e sezonit nga polenet, janë më të shpesht personat adult që preken nga këto lloj alergjish. Fëmijët preken nga alergji të tjera, siç janë pluri i shtëpisë apo epiteli i kafshëve, por më të shpesht janë të rriturit që preken nga simptomat dhe nga alergjia sezonale. Alergjitë, ndonjëherë ka njerëz, për shembull, unë dëgjoj njerëz që thonë gjithmonë jam alergji sa herë që vjen pranvera dhe vera, gjithmonë e kam këtë, sigurisht ato që e kanë tashmë alergjin, por a mund alergjitë të shfaqen edhe tek personat të cilët më herët nuk kanë pasur alergji të stinës, por që mund të ndodh këtë vit t'i shfaqet alergjia? Mund të ndodh kjo? Po, mund të ndodhi. Ka persona të cilët gjatë gjithë jetës së tyre nuk kanë shfaqur asnjë simptomatik dhe papritmasi shfaqen disa simptoma dhe ata akoma nuk e kuptojnë, ju duket sikur është ndonjë virozë momentale, sepse normalisht kanë ngjashmëri simptomatike. Dhe kjo ndodh pasi pacienti ka një predispozitë gjenetike e cila tregon që në një moment të caktuar të jetës do shfaqen alergjitë. Predispozita është aty, ama ato shfaqen në një moshë të caktuar adulte dhe pacienti i del diçka e papritur pas kërkam simptoma që kërkam alergjik. Dhe normalisht vonon disi për të diagnostikuar, se pasi nuk e kupton çfarë është, nuk i shfaqur më përpara dhe i drejtohet mjekut alergolog dhe pas drejtimit ai diagnostikohet që normalisht është alergji. Ti pak a shumë i përmende sigurisht simptomat, por ndonjëherë njerëzit mendojnë që mund të jetë ndonjë grip i sezonit ose mund të jetë diçka ndryshe, nuk e detektojnë menjëherë që mund të jetë alergji. Si ti vëren, si dallohen këto simptomat të cilat mund të jenë alergji pikërisht prej polenit?
Në fakt, po, shumë pacient drejtohen shumë me vonesë te mjeku, për faktin sepse kjo alergjia shfaqet në moshën e rritur dhe nuk e mendojnë. Është gjithmonë ideja që patologjitë alergjike janë të lindura, duhet të kesh që fëmijë, por jo, siç tham, ato shfaqen edhe në një moshë të caktuar. Dhe diferenca mes të dyjave, sepse normalisht edhe një virozë e thjeshtë apo një ftofje, po një lloj kap rrugët e sipërme të frymarrjes, me bllokim hundësh, me rrjedhje hundësh, me lotim sysh, me teshtima. Diferencimi bëhet me 2 pika, tek kohëzgjatja, pikë së pari, sepse një viroz, një situatë e thjeshtë virale apo grip, zgjat maksimumi deri në 2 javë. Kurse një patologji alergjike është e varur nga kontakti me triggerin, me shkaktarin që jep këtë alergji. Nëse është një polen, kjo alergji do zgjasej derisa periudha e polenizimit është aktive. Le të themi për polenet e barave të shkurtra fillon në fillim të muajit mars dhe zgjat deri në fillim të muajit qershor. Kështu që pacienti 3 muaj do jetë me simptoma. Kjo zgjatje duhet i tregoj atij që është një patologji alergjike. Përveç kësaj, janë edhe simptomatikat. Le të themi që një gjendje virale, një ftofje mund të manifestohet me temperaturë, ndërsa sëmundjet alergjike nuk shfaqen temperaturë, ato kanë inflamacion të rrugëve të frymarrjes dhe shfaqen me simptomat që tham. Shumë e vërtet, në fakt. Unë do të pyes pak edhe për pjesën, domethënë personat të cilët janë alergjik jo vetëm nga poleni, por kanë alergji mbase edhe prej ushqimeve të ndryshme, sepse ka persona të cilët janë alergjik nga gjëra të ndryshme. A e përkatëson pranvera dhe vera këto alergji që ato mund t'i kenë nga diçka tjetër në fakt, a përkatësohen dhe cilët mund t'jenë ato bimët të cilët mbase janë më shumë fajtor për këtë? Po, atëherë bimët shkaktare, le të themi për alergjitë sezonale, janë polenet e barave të shkurtra, pemëve dhe shkureve. Polenet e pemëve nisin diku nga shumë më herët, pothuajse në fundin e dimrit. Fund janari, shkurti. Dhe pacientët këtu nuk e kuptojnë si ka mundësi kemi alergji, sepse nuk ndihet pranvera, le të themi bimësia. Por këto janë pemë që janë aktive në atë periudhë të kohës. Vazhdohet pastaj çelim polenet e barave të shkurtra dhe vazhdojnë akoma deri në verë, diku deri nga shtatori, edhe polenet e shkurreve. Dhe të pacientët që janë të polisensibilizuar, e quajmë ne, të ndjeshëm nga disa alergen ose nga alergen polenet të 3 grupeve, ata vuajnë më gjatë dhe mund të kenë simptoma gjatë gjithë verës. Le të themi që ka pacient që mund të kenë, ti drejtohemi pyetjes që thatë ju për alergjitë ushqimore, kanë alergji edhe nga polenet, edhe nga ushqimet, nga disa ushqime. Kjo ndodh për faktin sepse janë studime të fundit që thonë alergjia molekulare, thonë që një protein ushqimore dhe një protein, le të themi e njëri nga prej poleneve, nuk është vetëm gjithë proteina përgjegjëse për alergjin, por një molekulë e kësaj proteine. Dhe ndodh që ka një molekulë të proteina e ushqimit e ngjashme me molekulën që është përgjegjëse për alergjin të proteina e polenit. Kjo quhet alergji e kryqëzuar. Dhe pacienti ka alergji nga poleni dhe nga ushqimi për shkak të kësaj molekule që ndodhet tek të dy ata. Dhe normalisht, kur pacientët që kanë alergji nga një ushqim, kur fillon periudha poleneve, kanë edhe nga poleni, sepse kanë të njëjtën përbërje, të njëjtën molekulë që e shkakton këtë alergji. A ka përkeqësim, a bëhet gjendja e tyre më e përkeqësuar? Patjetër që po, sepse ato ndeshin me alergenin që ato kanë alergji. Përgjithsisht, pacientët që kanë probleme me ushqimet janë shumë thjesht të detektueshëm, sepse poleni nuk e dallon dot pacienti, sepse është një grimc që hyn në hund dhe nuk e dallon kush është shkaktari, mund të jenë disa prej tyre. Kurse ushqimin e dallon sepse ai e merr dhe menjëherë krijon simptomatik pas marrjes së ushqimit. Çfarë testesh ekzistojnë për të diagnostifikuar edhe alergjitë? Ne kemi disa teste, njëra është prova in vivo, provat në lëkurë, që është një marrë beta-alergeni, është përpunuar dhe është vendosur në shishka të vogla në flakon, në formë likuide, vendoset në lëkurën e pacientit, bëhet një test prej, le të themi, 25-30 alergenësh, që është gjithë përfshirës për shumicën e alergenëve që ne duam të testojmë, bëhet për rreth 30 minuta,
ndikohet, shpohet dhe shikohet reagimi në lëkurë i secilit alergen. Në qoftë se kemi një reagim me fryrje, që ne e quajmë papull, dhe eritem, skuqje, rreth e rrotull njërit shpim, atëherë mendojmë që ky është pozitiv, ky është alergeni shkaktar. Gjithashtu janë edhe provat në gjak, IgE specifike apo ajo molekulare që sapo ju thash, që tregojnë nivelin e IgE-ve në gjak për secilin alergen, nëse deli lart. Alergeni që ka dalë lart është shkaktari i simptomatikave dhe i situatës alergjike. Duke qenë se ti e përmendë sigurisht që atë pjesën që e tham që ka njerëz të cilët nuk e kuptojnë që janë alergjik dhe nuk shkojnë me njëherë te mjeku. Kur është momenti kur duhet të shkojnë te mjeku dhe jo të vetrajtohen, sepse shpesh shohim njerëz të cilët e dinë që mund të jenë alergjik, por që mundohen të vetrajtohen. Edhe kur mund të jetë ai momenti që mbase vin koha e rrezikut dhe duhet të shkojnë te mjeku edhe jo të vetrajtohen? Në fakt, nëse pacienti i është prekur disi kualiteti i jetës, sepse simptomatikat alergjike janë të vështira, mendoj që të gjithë drejtohen për faktin se duan të gjejnë një zgjidhje të situatës, nuk është vetëm përkeqësimi i simptomatikave dhe i smundshmërisë, për shembull kalimi nga riniti alergjik, që thjesht është siç thash, ulje e cilësisë së jetës, bllokim hunde, tërshtima, gjëra të tilla. Dhe kalimi i këtyre situatave në rrugët e poshtme të frymarrjes, që do të thotë agravim në astma bronkiale, ky është një farë risku në një farë mënyre, nuk është vetëm rënja e cilësisë së jetës. Pacientët duhet të drejtohen gjithmonë te mjeku, mendoj, sepse mund të marrin këshilla shumë të mira për të evituar alergenin. Paçka se alergeni është i paevitueshëm dhe normalisht simptomat do shfaqen, por mund të evitojmë pikun e poleneve, le të themi. Në një pikë të ditës, në një orë të ditës, polenet kanë përqendrimin e tyre më të lartë, kur temperatura është dhe më e lartë. Kështu që pacientët mund të marrin këshilla, le të themi, si të pastrojnë ambientet e tyre, si të evitojnë hapjen e dritareve, larjen e rrobave, sepse polenet ngjiten te rrobat, e disa këshilla të tjera. Përveç kësaj, ata duhet të shkojnë dhe të trajtohen. Normalisht të marrin medikamente që të mund të dominojnë simptomat e tyre, që mos të kenë shqetësime, le të themi, të përditshme. Është një kategori pacientësh që mund të ketë një alergji jo shumë të lartë, le të themi mund të ketë vetëm tërshtima gjatë periudhës së poleneve apo periudhave të tjera, siç janë pluhurat e shtëpisë që janë gjithvjetore. Ky pacient minimalisht duhet të marrë një antihistaminik që normalisht bllokon receptorët dhe nuk lejon shfaqjen e simptomatikës. Për pacient pastaj që cilësia e tyre jetës ka rënë, kanë shqetësime më shumë se sa një herë në ditë, siç mund të jenë tërshtimat e mëngjesit, kanë probleme me rrugët e poshtme të frymarrjes, patjetër që duhet të drejtohen te mjeku për të marrë medikamente nga goja orale, gjithashtu për të gjetur një zgjidhje definitive kur situata është goxha e rënduar, siç është imunoterapia alergen specifike dhe siç thash për këshillimin e evitimit të alergenit, për kontaktin në përqendrim më të ulët që të mund të ketë simptomatik më të ulët, jo zero, sepse normalisht alergeni nuk e zhduktot asnjëherë nga ambienti ku jeton apo nga ajri, se është një grimc që ne nuk e shohim me sy dhe patjetër që do hyjë në rrugët e frymarrjes. Që me vërtet, a ka edhe vaksina të cilat mund të mirren gjatë gjithë kohës, ose si funksionon kjo pjesa e vaksinave, domethënë për sa i përket personave të cilët janë alergjik? Atëherë, në radhë parë pacienti duhet të trajtohet me medikamente që situata e tij të jetë jo e rënduar në momentin që niset imunoterapia apo vaksina e alergjisë, e cila ka në mekanizmin e saj është desensibilizimi. Do të thotë marrja e alergenit në organizmin, me pak fjalë, në organizmin e njeriu që trupi jon të mësohet dhe në momentin që të ketë kontaktin me alergenin jashtë, të mos ta konsiderojmë si të rrezikshëm dhe të mos ta luftojmë më duke shfaqur inflamacion dhe duke shfaqur simptoma. Sepse gjithë mekanizmi është kontakti me alergenin, inflamacion dhe shfaqje simptomash. Kështu që imunoterapia këtë bën, desensibilizon, e bën të çndjeshëm trupin ndaj këtyre alergenëve. Që ne të kemi një pacient të gatshëm për imunoterapi, duhet ta trajtojmë me medikamente orale, që ai në momentin që po merr imunoterapin të mos të ketë simptomatika, sepse normalisht me imunoterapi mund të agravohen këto simptomatika, sepse po merr pikërisht alergenin dhe normalisht simptomat mund të rriten. Kështu që këshillohet gjatë periudhës së poleneve të mos të merren vaksinat e alergjisë, të kalojë sezoni, të jetë diagnostikuar pacienti, të jenë bërë provat përkatëse dhe pas sezonit të poleneve të rinisi imunoterapia.
Tek personat, unë do të pyes pak edhe për tek personat me astmën, si mund të ndikojnë këto alergjit sezonale? Sigurisht besoj e përkeqësojnë gjendjen e tyre, por mbase edhe tek ato të cilët nuk e kanë astmën, a rrezikohet që të krijohet astma nëse nuk trajtohen si duhet këto alergji? Po, atëherë pacientët astmatik janë dy llojesh, jo alergjik dhe alergjik, astma intrinseke dhe ekstrinseke. Në pacientët alergjik, astma është shkaku i një alergjie. Kështu që normalisht astma një lloj si riniti, i rrugëve të sipërme të frymarrjes, domethënë, që është në një farë mënyrë një astma e vogël e hundës, është riniti alergjik, sepse përbëhet nga inflamacion. Inflamacioni sjell edem dhe obstruksion të rrugëve, ngushtim të rrugëve dhe normalisht bën bllokimin e hundës që është riniti alergjik. E njëjta gjë ndodh edhe te rrugët e poshtme të frymarrjes. Inflamohen rrugët e frymarrjes, edematizohen, fryen, bllokohet dhe kemi vështirësi dhe në frymarrje dhe mos kalim të ajrit aty. Dhe shkaktohet astma. Në këtë rast, astma duhet trajtuar me medikamentet e veta përkatëse, siç është kortizoniku inhalator, antihistaminikët, antileukotrienët, një sër medikamentesh që qetësojnë astmën. Dhe kur astma po ashtu është e qetësuar, mund të nisim imunoterapinë edhe te pacientët alergjik, që në një farë mënyrë pacienti të mos ta ketë këtë astmë gjithë jetën. Të ndaloj aty të stopoj që dhe mos të ketë ecuri dhe në moshën më të vjetër, sepse normalisht në mosha më të vjetra astma përkeqësohet dhe nuk është shumë e vështirë që të trajtohet dhe të pacientët jetë i stabilizuar gjatë gjithë kohës, sepse normalisht ndërhyjnë edhe patologji të tjera shoqëruese, siç kanë moshat e vjetra dhe gjendja bëhet shumë e vështirë. Do të pyes pak edhe si ndryshojnë, si kanë ndikuar në fakt edhe ndryshimet klimatike për të ashpërsuar apo për të rritur edhe numrin e personave të cilët janë alergjik. Sipas eksperiencës tënde, mendon që mbase me kalimin e viteve, me ndryshimet klimatike që po ndodhin, a janë rritur rastet alergjive të stinës, alergjive sezonale? Në vetvete, temperaturat e larta, që ne kemi zakonisht gjatë periudhës së pranverës dhe të verës, rrisin përqendrimin e polenit në ajër. Kjo do të thotë që pacienti në momentin që këto sezone ndryshojnë nga një temperaturë më e ulët në një temperaturë më të lartë, përballet me përqendrim të rritur polenesh dhe normalisht rrit simptomatikën dhe reagimin e tij, sepse rritet përqendrimi i këtij shkaktari që atij jep alergjin. Janë shumë faktorë, domethënë të cilët janë gjenetik, klimaterik, higjiena, që kanë bërë që patologjitë alergjike të përkeqësohen, të rritet numri i tyre, sepse siç e keni ndjerë dhe parë nga pyetjet që ju drejtohen, patologjitë alergjike janë rritur shumë në numër. Shumë e vërtet. E përmend edhe higjiena. Sa e rëndësishme është edhe kjo pjesë që ta dinë edhe ata që na shohin në fakt tash edhe personat të cilët përballen me këto alergji. Sa e rëndësishme është edhe higjiena për trajtimin, le të themi, ose higjiena, le të themi personale apo e shtëpive e banesave ku ne jetojmë, është e rëndësishme një lloj si, le të themi, evitimi i poleneve në pikun e tyre, kur është mesi i ditës dhe temperatura është më e lartë. Sepse përveç poleneve ne kemi alergji të tjera, siç janë alergjia nga pluhurat e shtëpisë, që është një fjalë, le të themi, popullore, sepse ato janë mikroorganizma të vogla që quhen akariene dhe jetojnë me ne në dyshek, në divana, në rrobat që ne veshim, ato ushqejnë mbetjet tona trupore dhe normalisht sa më pak e pastër të jetë shtëpia, që do të thotë sa më pak të përdorim fshesën, le të themi ajo që thith ajrin dhe që thith të gjitha këto mbetjet, aq më shumë akariene do kemi në shtëpi. Kështu që në rastin që ne bëjmë këto pastrimet e thella, ne i ulim vetes shansin për të pasur kontakt shumë të lartë me alergenin, me këto mikroorganizma që jetojnë në shtëpinë tonë. Dhe duke bërë një pastrim të thellë, ulet përqendrimi i tyre, gjithashtu ulet edhe simptomatika, sepse kontakti me alergenin është më i pakët. Gjithashtu janë edhe epiteli apo qimet e kafshëve. Macja dhe qeni janë dy nga kafshët shtëpiake që shfaqen më shumë alergji në fëmijë, normalisht, më shumë. Në një pastrim të thellë, normalisht i kin të gjitha mbetjet e trupit të maces apo qenit dhe alergjia është më e pakët. Por në rastet e alergjive nga kafshët shtëpiake, këshillohet normalisht largimi i kafshës, që në disa raste është i vështirë, pasi fëmijët janë të mësuar me kafshën shtëpiake,
por vaksinimi nuk është i këshilluar në këto raste, sepse gjejmë zgjidhjen më të thjeshtë, evitimin, largimin e kafshës. Duke qenë se i përmend edhe kafshët, sepse kam dëgjuar në fakt që një alergji që mund të mirret nga një kafshë shtëpiake, qoftë macja apo qeni, mund të krijojë pastaj alergji edhe në gjëra të tjera. Domethënë, një fëmijë që ka marrë fillimisht alergjin nga një kafshë shtëpiake që e ka pasur në shtëpi, ka krijuar alergji edhe ndaj gjërave të tjera, ndaj ushqimeve të tjera. A mund të lidhen këto të dyja njëra me tjetrën? Shembull, nëse ka marrë alergji prej maces, përveç që është prej maces alergji, tashmë i është krijuar një alergji të tjera edhe ndaj ushqimeve të tjera. Mund të jetë një rastësi, po nuk do të thotë nuk ka lidhje njëra me tjetrën. Alergjia nga epiteli i kafshëve është një alergji aeroalergene dhe një alergji ushqimore mund të jetë rastësi që të kenë pra nuk lidhen, bashkëlidhen. Nuk mund të ndodhë nga një alergji që ka prej një kafshë shtëpiake, ti krijohen base alergji të tjera që kanë. E vetmja alergji që lidh dy shkaktar është ajo që tham cross-reaktiviteti, reakcioni kryqëzuar, sepse ato kanë një molekull të përbashkët në proteinë, në zinxhirin e tyre proteinik të këtyre alergenëve. Kur bëhet fjalë për një ushqim dhe një alergen ajror. Të të pyes pak edhe si ndikojnë edhe ndryshimet hormonale në alergjitë sezonale, për shembull tek femrat gjatë shtatzanisë, por gjithashtu edhe gjatë menopauzës. Si mund të ndikojnë? Janë disa gjendje infektive ose virale ose rënja e sistemit imunitar momental, siç mund të ndodhi një dobësim i sistemit imunitar gjatë shtatzanisë. Në këto raste, le të themi mund të bëhet switch, një ndryshim në sistemin imunitar të individit dhe mund të shfaqet një ndjeshmëri e caktuar që ne nuk e dimë, nuk mund ta shpjegojmë si një situatë hormonale dhe ky ndryshim na sjell një alergji të re, që është një nga ato alergjitë që thamë më përpara, që një njeri që s'ka pasur alergji asnjëherë në jetën e vet, në një moment të caktuar të jetës i shfaqet kjo alergji e papritur. Kjo gjithmonë ndodh si pasojë e një situate që ka bërë të vuaj sistemin imunitar, trupin e njeriu dhe është shfaqur më vonë pastaj kjo alergji. Si ndikon edhe mënyra e jetesës, mbase dieta, aktiviteti fizik, a ndihmojnë për të menaxhuar alergjitë? Aktiviteti fizik ndihmon shumë, ul stresin, sepse stresi na sjell inflamacion, forcon organizmin, dietat e ndryshme po ashtu ulin inflamacionin, dietat antiinflamatore, ndihmojnë në mirëqenien e organizmit, patjetër që ndihmojnë në alergji. Cilat mendon se janë masat, në fakt cilat janë masat më praktike që mund të marrin personat që mos kenë kontakte, të shmangin më shumë kontaktet me alergenet? Për periudhën e polenizimit, tani që jemi, normalisht pacientët duhet që, siç thash, mos dalin jashtë në ambiente me bimësi në pikun le të themi e ditës, që është nga mesi i paradites deri pas dreke, sepse kjo është periudha që polenet janë në përqendrim shumë të lartë në ajër. Kjo është njëra nga masat. Mbajtja mbyllur e dritareve, të makinës, të shtëpisë, që mos të hyjë poleni, në një farë mënyrë është evitimi. Tjetër, kur hyn në darkë në shtëpi, duhet të bëjë një dush sepse polenet ngelen te flokët, te qerpikët, tek vetullat. Duhet të heqin rrobat që kanë veshur, t'i vendosin në kosh direkt që mos të kontaminojnë ambientin me polenet. Të bëjnë një dush menjëherë, siç thash. Duhet të pastrimet, se normalisht gjatë ditës janë futur polenet gjatë hapjes së dritareve, se nuk mbahen gjithmonë mbyllur, duhet bëhet një pastrim me fshesat HEPA, ato që bëjnë një thithje të thellë të gjitha alergenëve. Të mbahen syze, që të mos të hyjë poleni tek mukoza e syve, të bëhen shplarje të shpeshta të hundës, që të mund të largojnë maksimalisht polenin nga mukoza e hundës. Pak a shumë masa të tilla, evitimi i alergenit. Me sa duket kemi një shkëputje me mjekën, mbase ka ndonjë rast? Nuk e di nëse do të rikthehet, por besoj që na dha informacione të shumta për sa i përket alergjive të stinës, edhe për mënyrën se si të trajtohen, edhe për atë se kur duhet të shkohet tek mjeku, sepse siç e dëgjuat, mjekja tha që nuk duhet të trajtohen trajtohen këto alergji. Duhet në fakt që me njëherë të shkojmë tek mjeku, sepse mund të përkeçojë dëgjendja, sidomos tek personat të cilët shfaqin simptoma pak më të rënda.